larg, jo afër. Një rregull i artë: të shohësh larg, të shpërthesh vullnetin paqësisht, jo me dhunë, drejt së nesërme së largët, shumë të largët. Gjuaje larg shikimin, godit e pikën, pastaj ec me hapa të vegjël, të shkurt, duke shikuar, ec, hidh hapa sigurt, mos vrapo, mos nxito, mos përshpejto, merr mësim nga vetvetja jote, kur s'ishe gjë, që nga qasi kur u bëre gjë, diçka, e deri tek përjetësia jote pas ringjalljes. Të mendosh se sa larg është pika, vendimtarja, qëllimi final. Takimi me madhështinë e momentit, me madhështinë e përjetësisë së përjetshme. Shiko larg, mendo larg, prek me ndjesit tua larg, ke për të qenë i suksesshëm. Vetë largësia të lëvizshme t'i bën këmbët e tua, gishtërinjt e tu lëvizin, kapakët e syve hapën mbyllen, nuk duan të flenë në gjumë, duan të bëjnë, të shohin, të vazhdojnë. Natyrshëm do të ngrihesh prej gjumit duke kërkuar përgjigjen, përgjigjet e gjërave që si prek dot. Largësia do të shtyjë qetësisht të vraposh, si kur je duke fluturuar. E ke provuar se aq më e largët të jetë distanca, sa do hapa që bën, të duket e pamjaftueshme, por dije se ti ja ke kaluar njerëzve që ecin në distanca të afërta. Mirë po, pak njerëzit këtë e kuptojnë. E kuptojnë vetëm ata që veshme janë duke shijuar madhështinë e këtij argumenti. Qiellin e kemi larg. Gjërat e bukura janë larg. E lartë janë të epërme. Kur diçka është afër, gjithsecili e prek, e kap. Por jo kur diçka është larg. Nuk mund ta prek gjithsecili. Atë e arrin të lartët, të epërmit, ata që shohin larg dhe ecin drejt lartësive. Ke dëshirë të harrosh ecjen e lodhshme? Ke dëshirë të harrosh përpjekjen e mundimshme? Ke dëshirë të notosh e të fluturosh? Ke dëshirë të kënaqesh kur mendon e lëviz? Atëherë, provoje ndjesinë e largësisë. Vendose një pikë larg, 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 jo afër, dhe ec drejt saj. Ajo pikë të mos jetë diçka që lëviz, ndryshon, por që rri në pritje, duke pritur ardhjen tënde. Të është premtuar, me një premtim të qartë, se ata që shohin për te qenjes së tyre, ata që shohin për te jetës së kësaj bote, ata që qajnë qejt duke ikur nga ngushtësia e tokës, kanë për të shijuar. Kanë për të shijuar kënaqësinë e papërshkrueshme. Kjo është fitore. Ky është sukses, shija të cilit nuk soset. Jo, nuk mund të soset, sepse suksesi i tij buron nga madhështia e të gjithfuqishmit, të pavdekshmit, Zotit të madhërisëm. Mos shiko afër. Afër ke shtëpinë, ke stolit dhe orendit, ke mallin dhe pasurinë. Rri larg. Afër vetes ke gruan, ke fëmijët, mikun. I ke afër, por rri larg cytjes së tyre. Mbaje veten larg. Mos lejo gjërat e afërta të përkohshme të largojnë nga gjërat e afërta të përgjithmonshme. Duaji, respektoji, përkujdesu, por mos u mposht. Dije se aq më tepër i afrohesh pikës së lartë, aq më tepër shpirtërisht afrohesh me ata që ke afër. Pak njerëzit këtë e kuptojnë. Nuk e kupton kush veç besimtarëve të devotshëm, të cilët kanë udhëtuar dhe po udhtojnë drejt pikës së largët, drejt lartësive. Mos harro. Aq më larg që shikon kur ecën drejt pikës ku shikon, aq më afër je. Je afër prindërve, je afër gruas dhe fëmijëve, je afër familjes, je afër miqve, je afër shoqërisë, je afër të mirës, të pastrës e të bukurës, je gjithnjë e më afër suksesit.